Mirë mbrëma. Mirë se erdhe, knaqësi t'ju pres. Po m'duket prej bashkëdhetarëve ma të pak që kanë met hala këtu, se njoftë e parat janarit kanë shku shumica. Diaspora kanë bet ashtu. Urdhët lutem, knaqësi me të pas në studio. Faleminderit. Si t'kemi, mirë jene? Mirë, faleminderit. Gjithmonë për fund vit në Kosovë. Nuk ka mundësi që mos me qenë fundi i vitit, apo i keni edhe shumë atë shpesh ta vizita? Është bërë paka shumë. Vizita, se në shpinë e ju i veni. Po, e vërtet, po, jo, është bërë tashti si ritual, që nga pas lufta, përpara ka qenë pak më vështirë, ndërsa tashti është me letë, thuja se është si ritual, kështu, gjatë verës edhe gjatë drimit, pak të jemi në vizit në Kosovë. Ardhjet, me që bune këtë diferencën e viteve, ardhjet për para në Kosovë, në një Kosovë që po niste me undërtu edhe gati e shkatruar ashtu si që ka qenë. Edhe sa herë që vini, këto ndryshimet si e shini Kosovën, qka ju dhurojnë, qka lloj emocione? Po shisho, para viteve të 90-a ju e dini që Kosova ka qenë në okupim, dhe ajo që shohim sot, është diçka për cilin kemi ndruar gjithmonë, dhe është një realitet cilit i gëzohemi jo vetëm ju që jetoni këtu dhe jetoni këtë përditshmëri çdo ditë, por edhe ne që vim nga diaspora, sidomos ne më shumë kur nuk jetojmë gjatë tërë kohës këtu, dhe çdo avancim si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në aspektin kulturor ne e vlerësojmë dhe e shohim. I gëzoheni. Edhe i gëzoheni, po me patjetër. I gëzoheni. Si ka qenë jeta jote para se teki? Unë po thoja edhe shikuesve, kemi mbi 30 vite larg jashtë Kosovës. Çka kujton nga ajo periudhë para se të shkoje? Para se të shkoj, po ishë një djalë i ri me ambicje për të shkolluar dhe për të kryer fakultetin vitin, unë kam emigruar në vitin 1991, dhe unë përpara kam pas si vizion që të shkollohem dhe të inkuadrohem të dikun në punë, por si që dihet pas okupimit klasik që ndodhi në vitin 1990, pastaj dhe me supremimin autonomisë dhe përjashtimin nga puna të shqiptarëve këtu në Kosovë, u bë paka shumë edhe si e detyrueshme që një pjesë e popullit në atë kohë rinia që të emigronte për të mbajtur gjallë një pjesën tjetër të popullatës këtu. Dhe këtë kontekst... Një djalë i ri po thua me ambicje edhe me vizion për të shkolluar edhe për të arrit një jetë. Sa ka ndiku figura e babait tënd, duke di që vini nga një familje e shkolluar, një baba profesor, sa ka ndiku ai që t'ju shtyjuve në këtë rrugën e arsimimit edhe të shkollimit? Po, unë rrjedh nga një familje që ime, do thot nga fshati Glogjan, një familje në atë kohë, në vitin 90, kur kam emigruar, do mund ka qenë një familje madhe, familje parafërsisht 80 antarëshe, e rrallë në Kosovë, por që kanë jetuar mirë, do të thotë jë marrë kryesisht me bujqësi, blegtori, por njëkohësisht edhe kanë qenë shumë aktiv në jetën ose në aktivitetin e tyre për luftën për liri dhe pavarësitë Kosovës. Prindi ka migruar relativisht herë, do të thotë në vitet e 60 nga fshati, do të thotë për në spari për në pej, për të kryer shkollën e mesme, me gjitha vështirësitë e kohës, dhe më pastaj ka kaluar për studime në Prishtinë, me qast është vendosur, ka kryer studimet, ka gjetur punë dhe një tërë jetën e tij ka punuar një kohë më shumë se 35 vite në arsim, do më pjesën më të madhe jetës tij ka kushtuar arsimin në Kosovë. Çka nuk po shkonte? Situata nuk ishte e mirë, pra nuk shihej fort perspektivë për shqiptarët në atë kur ju keni emigruar, po cili ishte momenti, kur ishin ditët që ti vendosem i thanë vetës, okej, unë po marr rrugën e perëndimit edhe po tentoj të nis diçka prej zeros? Kjo është një kontekst të cilin mund të them me plot gojë, tash ju gjeneratat e reja është shumë vështirë ta kuptoni. Tash janë një kontekst krejtësisht tjetër, mund ta paramendoni se ta paramendoni se në atë kohë do thotë çdo gjë u sipër mua, ajo autonomi që kishim brenda Jugosllavisë në atë kohë, ato drejta që kishin shqiptarët u suprimuan, nuk u lejua më tutje që të shkollohet me planet dhe programet e kosovare këtu të Kosovës, dhe në një farë forme
ne i refuzuam, do më shqiptarët, mësimdhënësit në atë kohë i refuzuan dhe si rezultati kësaj u suspenduan gjithë mësimdhënësit nga puna, nga shkolla, duke filluar nga cikli i ullet, i mesëm dhe edhe i lartë, sa për fillim, dhe si rezultati kësaj, edhe prindin mbeti në atë kohë pa punë, në qershor të vitit 1991. Dhe edhe unë në atë kohë isha absolvent në Fakultetin e Bujqësisë Prishtinë dhe në qershor mendonim që të bënim provimet, pastaj u shty për shtator, edhe në afatin e shtatorit nuk ishte e mundur dhe në nëntor vendosa me në fund që të dalë për një kohë të shkurtër për 2-3 muaj njëherë për të pa botën. Atë akoma ishte e mundur që dile me pasaportin Jugoslav pa edhe pse thënë të vërtetë nuk kam dalë me pasaportimin fare, kam marrë një miku tim. Po. Si shumë histori të shqiptarëve në atë kohë. Po si dhe që të kisha afatin dhe depërtova dhe dola për një afat shkurtër kohor, po si që dim të gjithë kjo okupimi nuk ishte punë që përfundonte me një muje 2 apo 3 vite. Si u përshtate? Ishe veç 21 vjeqare, kur dole. Si u përshtate? Si u gjenë një vend të huaj? A di e gjuhën? Shkove direkt në Gjermani apo në vendet tjera? Jo, si që thash në fillim, dola për një afat të shkurtër kohor, duke menduar se pas 6 muaj do kthehesha përsëri dhe do rregullohej, nuk e kishim përvojën e sotme, por me kalimin e kohës pastaj e pash që nuk është puna që të kthehesh prapë dhe filloj pastaj hapin e parë që bëra në atë kohë ishte fillova të mësoj gjuhën me njëherë, vetvetijo. Edhe ashtu kam aftësi autodidaktike për të mësu vetë, po sa atë nuk kanë qenë këto kurset tash që ofrojnë Gjermanët për këtë gjeneratën e re tash që vinë në Gjermani. Dhe thjesht fillum të punojmë punë si bëjnë shqiptarët, puna e parë ka qenë në atë kohë atë në një ëmbëltore, ice cafe që i thonë ashtu si punëtor krahu, e kështu me radhë pastaj kemë bërë punë të lloj-llojshme, vetëm për të mbjetuar dhe për të grumbulluar ca lek për të dërgu familjarëve këtu në Kosovë, mënyrë që të paktën këta që kanë mbetur këtu të mbjetojnë në kushtet dhe rrethanat e kohës. Kur e kuptuat që, okej, u nisa për 2-3 muaj, po si duket nuk është fija e 2-3 muajve, kur e kuptove që ka me mbet për kohë gjatë? Po, shikov, lufta... Kur e krijove atretin dhe stabilitetin që me i thonë vetës, okej, se këtu po mduket që po hapet një mundësi, një dritare. Ja, nuk ka të bëj fare me atë punë, hiq. Kështu ka qenë puna. Në vitin 91 filloj lufta në Sloveni dhe pas fillimit luftën në Sloveni përfundoi relativisht shpejt, pastaj vazhdoi lufta në Kroaci dhe ne menduam që ajo gjë do të përfundonte relativisht shpejt, por zgjati deri në vitin 95-96 në tërë kohën jetonim me mendimin që do ktheheshim, por sa më shumë që zgjati e vren që nuk është puna që nuk po krijohen rrethanat për të kthyer dhe në fund shikojnë mundësitë për tu inkuadruar ose për tu integruar në rrethin dhe ambientin ku jeton. Them drejtën në atë kohë qytetarët vendas dhe institucionet vendas e Gjermanisë na kanë pritur shumë mirë, po kjo është pak a shumë merr dhe jap, aq sa jap edhe merr, kështu që unë e kam pa shumë herë që si para kushte elementare për të integruar në Gjermani është për të mësuar gjuhën, ato e kam bërë relativisht herë dhe nuk është që më ka shumë vështirë pastaj që të gjej punë e të filloj jetën normale në Gjermani. Gjithçka e nisur rastësisht, e shtyr nga rrethanat e kohës, sigurisht me një mall e me një moshë të re që edhe gabimet vinë me kohën. Sot je pronari një kompanie suksesshme atje, në fakt je dera e çdo shqiptari që del edhe shkel këmbë në Gjermani, lajmërohen te ju për çfarë do lloj kërkesa që ata kanë. Sot kur i flasim këto edhe i kthehesh këtyre historive, për çka je më shumë ti krenar për veten? Shiko, edhe deri te fillimi, krijimi i kompanisë ka kalu një kohë relativisht e gjatë. Thot, deri në vitin 99-2000, kur deri te lufta për çlirim dhe çlirimi i Kosovës, gjatë tërë kësaj kohe kemi menduar tërë kohën që pas çlirimit do kthehemi. Por më pastaj u pa që nuk është edhe aq lehtë pas 10 vitesh në mërgim, nuk është edhe aq lehtë të kthehesh në një vend totalisht të shkatëruar, pa ndonjë perspektivë në atë kohë.
çdo gjë ishte në dyshim, vije pavarësia apo jo, cila do jetë perspektiva, kështu që në fund në vitin 2004 vendosa që të duke pa nevojën dhe kërkesën e shqiptarëve atje në Gjermani për një shërbim të mirëfillt, vendosa që të hap një autoshkollë në atë kohë në vitin 2004 në Gjermani dhe këto ishin fillet e para. Në fillim ka pas vështirësi të mjaftueshme, por me kalimin e kohës krijohen përvojat e duhura dhe sot është një kompani stabile, ku, them drejtën, është më shumë kompani familjare, kështu, dhe qëndroj mirë, në rregull është. Bukur. Në krejt këto periudha që nga dalja në Gjermani, në 91, një vit më vonë, takove tashmë bashkëshorten tënde, nënën e fëmijëve të tu, dhe jeni edhe gjyshër. Çka solli ajo në jetën tënde? Duke marrë parasysh që këto vite s'kanë qenë as pak të lehta, as për ju, as për çdo shqiptar. Unë kisha një fat të madh që takova bashkëpunëtarin e jetës, gruan time të sotme, të cilës i falenderohem për çdo gjë që kam bërë dhe kam arritur deri më sot. Po të mos ishte ajo, të them të drejten, nuk besoj që do isha unë ky që jam sot. Në atë kohë, thjesht isha 23 vjeçar, rasti e deshti ashtu, edhe prindet e saj erdhën si emigrant tu dhe u takuam rastisht në Gjermani. Pastaj ka qenë këtu dashuri shikim parë, ma shumë, shikim parë, po. Dhe thjesht relativisht shpejt u martuam, krijuam familje, pastaj lindi fëmiu i parë, Kaldrina, pastaj 2 vite më vonë djali, jemi prindër të 4 fëmijëve, një djalë dhe 3 vajzave të shkëlqyra. Me qenë se ju ishit larg dhe pjesa tjetër e familjes këtu, sa ishte kozgjatja që nuk u pan, më thënë nuk patën mundësi ta shohin ndoshta as fëmiun e parë, pjesa tjetër e familjes në Kosovë? Viti, hera e parë, kur kemi ardhur në vizitë në Kosovë, ka qenë, domethënë, unë kam migruar në 91, vizita parë ka qenë në mars vitit 1997. Domethënë atëherë kemi ardhur për herë të parë në kushte dhe rrethanat jashtëzakonshme përmes Shkupit, do thotë unë isha pajis me një pasaportë në atë formë atëherë, por shoqja, domethënë baba doli dhe u takuam në Shkup, gruaja kishte një pasaportë të refugjatit në atë kohë dhe nuk ishte drejt kalën të kufirin shto normalisht, e kalën në për ca kodra atje në për Elesane dhe u takuam përsëri këtu, po qëndruam një javë, ishte takim jashtëzakonshëm edhe si për ne ashtu edhe për prindërit e mi, për të parë, për herë të parë, ishte në atë kohë kisha Taulantin edhe Kaldrinë, dhe Taulanti ishte relativisht, djali ishte i vogël, nuk di tash sa po i bie, një vjeçar, po, një vjeçar dhe ishte emocion i veçantë, po, ishte mas 6-7 vitesh ka qenë një kontekst dhe kohë krejtësisht tjetër. E kuptueshme. Sot fëmijët janë të rritur, unë po e ripërsëris, jeni edhe gjyshër. Cilat janë vlerat që jeni mundu fort edhe ju edhe bashkëshortja ti përcjellni në mënyrën se si i keni rritë edhe eduku fëmijët? E keni pas shumë me rëndësi që tu angullisnin mendje fëmijëve? Them se drejtën në edukimin e fëmijëve më shmarë më shumë shoqja. Unë kam qenë më shumë i preokupuar me jetën time biznesore, edhe këtë qëfar kam bërë dhe kam përpjekur të jap me vetë të fëmijëve të mi, ka qenë edukata dhe dashuria në pikë së pari, të gjithë fëmijët e mi flasin gjuhën shqipe shumë pastër, shumë mirë, edhe pse nuk kanë vijuar shkollën apo ndonjë kurs në Gjermani. Pastaj gjëja më e rëndësishme që ua kam dhënë fëmijëve të mi ka qenë që t'jenë vetvetja, që të guxojnë dhe që të ecin me kohën. Do thotë thjesht të ecin me kohën. Po, kjo pjesa e të qenurit gjysh, se thonë, nipat e mbesat duhen nga njëherë ma shumë se fëmijët. Si e keni përjetu herën e parë kër një bugjesh? Ka qenë një ndjenjë e veçantë, është një ndjenjë krejt tjetër nga ajo se kur bëhesh prind për vete, dhe më thonë, për fëmijën tëndë, është një ndjenjë krejtësisht tjetër, ndoshta me kalimin e kohës është çështja dhe se ke kohë më shumë për të marrë me ta, po është ndjenjë e veçantë. Dhe unë fëmiju i parë, kur jam bërë gjysh, ka qenë vajza e Kaltrinës, më Luana, po ka qenë një ndjenjë jashtëzakonisht e veçantë, sepse
sepse është qështë një gjendje tjetër për arsye se ke kohë më shumë, besoj që ke kohë më shumë, për fëmijët tu është diçka tjetër sepse të ik koha ashtu duke u marrë me jetën të ikën koha nga duar dhe nuk është se i shenë është ta shumë duke u rritur. Ju, edhe pse na treguat historinë e emigrimit në moshën si 21 vjeçar, rritja juaj ishte në mes edhe vllaut edhe motrave, një familje pra me 4 fëmijë. Keni qenë për herë të lidhur me njëri tjetrin edhe me kë më shumë, nëse nuk i mbetet hatri dikujt. Them drejtën kështu, me kë më shumë, kur kam dalë në mërgim, atëherë unë vllau im ka qenë atëherë në moshën 13 vjeçare, domthonë ka qenë shumë i vogël, lidhja jonë ka qenë si vëllezër, po me një distancë 8 vjeçare, relativisht i vogël në atë kohë, lidhjen më të madhe e kam pas me motrën, domthonë me Vjosën, e cila nuk jeton më, ka ndruar jetë para 3-4 vitesh, domthonë vitin 2022, në janar të vitit 2022, me atë kam pas një lidhje jashtëzakonisht veçantë dhe emocionale. Ne jemi në janar dhe ndarja e saj e hershme, ikja e saj e hershme nga jeta, jemi në prag edhe të përvjetorit të vdekjes së saj. Ajo ka kontribuar shumë edhe gjatë luftës së Kosovës. Kemi edhe disa imazhe që do të m'jap edhe regjia. Po thuaj që ke qenë më së shumti i lidhur me të. Në cilat momente të mungon më fort? Po, shiko, Vjosa ka qenë infermiere me profesion, dhe them të drejtën e ka pas dhe më vjen shumë mirë, sot jam shumë krenar, kem pas bisedat her pas hershme me Vjosën në periudhën kur, se ajo pas lufte u martua dhe kaloi në Gjermani për të jetuar, thoshte pas qërimit Kosovës, pasi që unë pata fatin dhe mundësin ta jap kontributin tim si infermiere në luftën për çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës, tash e tutje, çdo moment dhe çdo ditë e jetës është dhuratë për mua. Sigurisht momente të vështira edhe emocionuese, sepse ikjet e hershme sigurisht lën gjurmë edhe imazhet e tilla emocionojnë, por unë doja gjithsesi që këtë ta kem publikisht si fotografi për të falenderuar edhe për ulur të gjithë atyre që kanë kontribuar për të gjithë shoqërinë tonë. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë sot për ta. Patjetër. Me gjithë këto dallë këtë detit, me gjithë të jetë të kaluar, me gjithë këto përgjegjësi të marra mbi supe si 21 vjeçar, sot kur ulesh dhe bisedon ose edhe me fëmijët e tu, ose edhe të rinjët që jetojnë qoftë në vendet perëndimore, apo edhe në Kosovë, cilat janë këshillat e mesazhet që mundohesh për herë me ulon? Një njeri që e ka një bagazh dhe ka rritur këtu në forcat e veta. Shiko, sot është kohë, atëherë ka qenë një kontekst krejtësisht tjetër. Rrugën cilën kam kaluar unë dhe gjeneratat e mija atë viteve 90, ha nuk ja dëshiroja skujt. Shpesh bile kam bised me shok, me miq të mi, them, sikur të ishte e nevojshme ta bëjet njëjtën rrugë dhe njëra do e bëj edhe një herë. Ose thënë me mirë fjala që thuhet, a dëshiroje të ishe edhe herë se një vjeçar, po të kaloje njëjtën rrugë. Jo. Aq e vështirë ka qenë. Sot është një kohë dhe një kontekst krejt tjetër. Do thotë sot bota është hapur në një anë e lirë për të gjithë për televizor, në anën tjetër kemi botën në një smartphone, domthonë ku çdo informatë e ke aty. Çfarë ti këshilloj? Gjeneratat e reja sot kanë një këndvështrim krejt tjetër mbi jetën. Unë nuk besoj që ka nevojë më shumë të thuhet atyre se t'jeni vetvetja, të guxoni, të besoni në atë që t'keni një vizion, të guxoni dhe të besoni në atë që bëni, dhe t'jasni me kohën, asgjë më shumë. Asgjë më shumë. Kjo është ajo çfarë unë do ju thoja çdo të riu sot. Edhe
është bërë si temë shumë kjo ikja dalja nga vendi. Shiko, sot është bërë trend kjo, jo vetëm këtu, po në gjithë botën, kështu që sot mund të ikësh mas 3 muaj shkemi, unë kam rastet përditshme atje në Gjermani që vinë, shpesh bëhet alarmante këtu ikën kaq, por jo, njerëzit vinë, kthehen, shohin, ai që e gjen veten. Ju e mendoni kthimin? Unë e mendoj kthimin e mendojmë gjithmonë, po me patjetër, po kur. Kthimin e mendojnë çdo kush që del nga vendi, nuk del për të mos u kthyer kurrë. Por është relativisht e vështirë për të kthyer pastaj sepse rrethonat jetësore nuk e mundsojnë gjë të tjerë. Ne mendoj të kthehem dhe pavarësisht jam në përgatitje të kushteve për të kthyer këto, po më shumë në pension nuk besoj që kur kthehem unë do i duhem aq shumë zhvillimit. Këtu i duhen, domthonë Kosovës i duhen të rit që ndrojnë në Kosovë. Tash unë po e shoh çdo ditë që sa më shumë që vinë njerëz atje të ri këtu në Gjermani e shohin se nuk është që ka një dallim të madh Kosova me Gjermaninë. Pothuajse në shumë aspekte ne jemi më përpara këtu. Unë nuk dallojmë shumë nga ta. Dhe për atë arsye edhe shumë të ri që vinë atje edhe dëshpërohen. Në pjesë jo fort e madhe vendos për të qëndruar atje. Vetëm ai që s'ka kaman, sepse edhe këtu tash janë gjitha mundësitë, me teknologjinë informative, me gjitha mundësitë tjera, domthonë ka mundësi të punës nga Kosova për të shërbyer për kompanitë dhe firma. Nuk jemi keq, se nuk po ankohemi kot na këtu, po e vrej këtë në çdo bashkëbisedim me të ftuarit e mi që jetojnë prej vitesh jashtë, e shohin shumë ma bukur Kosovën se sa ne që jemi këtu për çdo ditë dhe në fakt mirë bëni sepse i qitni në pa realitetin që kemi këtu. Çka është diçka që nuk të pëlqen kur vjen në Kosovë? Shiko, Kosova ka avancuar aq shumë në këto 25 vitet e fundit, që për mendimin tim është e paimaginueshme, po të më thojë ti në vitin 1999 se në vitin 2025 në Kosovë do kesh autostrada, do kesh shkolla të reja, do kesh mundësi punësimi në Kosovë, do kesh paga 1.000, 1.500, 2.000 euro, nuk është që do e besoja shumë atë punë. Në Kosova ka bërë hapa gjigant. Problemi ka qenë tek ne se ne kemi qenë aq të uritur për të barazuar me shtetet evropiane. Kam fjalën për kastën politike që nga viti 1999 deri me tani kanë pas dëshirë që të avancojnë aq shpejt, sa që ndoshta ndonjëherë gjatë rrugës ka mbet kjo apo ajo pa u bërë, por në përgjithësi Kosova ka avancuar shumë. Nuk është që ka për të dëshiruar këtu, po Kosova është shtet në zhvillim. Domthonë e dim gjithë. Pa pasërtia, po në një shtet në zhvillim nuk mund të presësh diçka tjetër, është pak edhe çështje edhe kulture. Tek ne, siç e dimë, ne brenda shtëpie i rregullojmë gjithmonë shumë bukur, por sapo dalim nga oborri, pastaj kemi problem. Po edhe në Gjermani nuk është më mirë, edhe në Gjermani jashtë shtëpie rregullohet. Në shteti rregullon ato, nuk është që dënimet e para për atë punë dhe pastaj ti vetë disohesh. Që krejtë është e dënimet. Gjemat, faleminderit shumë që erdhe sot në Studio A, në këtë të premë të pasdite, për ta përmbyllur edhe në javën, po edhe për të na dhuru një histori jete, sigurisht që nuk është e plotë e tëra, se jam e bindur me kaq shumë përgjegjësi edhe sfida, do të kishim plot për të folur, po me këta minuta besoj që e përmbledhëm si duhet. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi për mua të jem në emisionin tënd personal, ku pata mundësinë të shpreh, edhe pse më duket që na iku koha shumë shpejt. Shumë, unë e pash orë, po iku. Por faleminderit shumë. Kënaqësi. Dhe kur na ikën kështu koha shpejt, o fatmirësisht e kemi një 2 minutë apo 3